këtë protektivitet ti nuk e ke patur as me Stelinën. Dhe ti dukesh pak i çuditshëm për këtë gjë. Dhe nuk ka se si një dashuri që ti ke patur për Stelinën. Dashuria mbaroi. Mbaroi, por të kthehet për Inën kështu i bie që ti ose ke gënjur dhe ke mashtruar tek Stelina, ose ti po i bie që ke qenë i dashuruar me Inën dhe tash po i rilind. Jo, ta thotë. Mo kështu interpretohet i dashur Casey. Dhe ku ti të ti dhe kjo? Atëherë, unë nuk i thash Stelina. Sepse shumë mirë, më fal, Stelina më bëri më fal një pyetje mua. Dhe ti nuk ishe, më tha aty te Banaku dhe unë prapë të mbrojt aty. Tha, pse? Tha kur Casey tha ishte me mua, ti the po e bën për show, tha dhe pse të duket tha që Casey me Inën janë real. I thash sepse i thash më vjen Casey Stelina, nuk kam ndjenjë për ty, i thash tash po e shikon që ka ndjenjë kotja futet një gjë. Dhe që edhe mund të qëndroj. Ideja është këtu që me të drejtë ajo mund ta bëj këtë pyetje dhe mund ta bëj gjithë shtëpia. Në Prime, ta bëjmë. Edhe unë kam përgjigje. Nuk po flas vetëm në Prime. Unë kam përgjigjen shumë të saktë. Pse? Sepse unë nga ana jote nuk mora pikën e respektit, pikën e besimit dhe çfarë ke bërë që nga momenti që ke hyrë, vetëm më ke dalë kundra, vetëm më ke bërë 100 gjëra dhe unë pse mos ta mendoj që ti po bën një lojë. Erdhe më sulmove Ilirin, erdhe ofendove Erikun që na këndoi. More Kristin e Puthë. More Kristin e Puthë ke bërë. Pasi bërë rezil po. Të gjithë hapat i ke bërë të gabuar dhe kundra me, të bërë atë surprizën dhe prap nuk bën asnjë lloj veprimi, ndërsa Ina sa ka hyrë, Kristin band, Mirin band, ka qëndruar krahun, ka dhënë suport në 100 gjona. Ço do